kënaqësinë t'ju prezantoj të ftuarin e radhës. I ftuari i radhës është një këngëtar popullor I cili vjen nga krahina e Dibrës. Ai do të na ndryshojë komplet atmosferën e studios. Fatmir, të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe kam vërtet kënaqësinë. Faleminderit me si e ime, faleminderit për ftesën. T'ju uroj sukses inshallah, sa më lart. Edhe pse jemi në prej Dibrës ashtu, Mirë, faleminderit. Dua të di se si lindi pasioni yt për muzikën popullore. Unë kam me trashëgimni, le të them drejtë, nuk është se asnjë gjë nuk vjen kështu nga hiçi. Ja, është me trashëgimni, unë babin e kam pas instrumentist. Edhe nga ai e kam mësuar realisht çiftelin, si fillim. Pastaj mas disa vitesh duke më inspiruar dhe njerëzit duke më thënë se duhet të këndosh, ja nisëm edhe me këndu. The duke më thënë dhe njerëzit, kush ishte personi I parë që të dha kurajo për t'ju futur kësaj rrugë artistike? Atë ande nga vim ne si zonë e shquar e muzikës është Zaldarda. Dhe ca njerëz aty do të thonë se unë kam pas motën, martuma atje është më inspiruar më shumë se ka qenë njerëz më çefli ata, më dashur për muzikën dhe më thonin gjithkohës që duhet ta provosh herë edhe pse jo këndosh dhe trush edhe traditën tonë. E mban mend se cila ka qenë kënga jote e parë që e ke kënduar para publikut dhe si të priti, para dasmorëve? Na trego pak historinë. Jo, kjo ka qenë një këngë realisht ne ishte krijuar një grup Qidhna dhe Kastriotët, ande nga avion. Fshati nga avion është Qidhën. Edhe na quan diku me një koncert në Dibër të Madhe, mos gaboj, Maqedoni. Performanca ishte një këngë që do këndonim na për nëse të kujtohet, nuk e di nëse keni informacion, ka qenë lumi I Radikës do devijoja së kohë. Dhe shqiptarët po bënin një protest që mos ta devijonin lumin, që të vazhdonte rrjedhën gjë të lirë. Dhe ne kemi pas një këngë për Radikën. Aso kohë që u bë një polemik shumë e madhe ai pjesë, pse u këndu patëm debate shumë të forta aso kohë, sepse se ne shkuam dhe I ngacmuam ata. Bile më sa më kujtohet ka qenë dhe refreni Gurë për mbi gur, ujnë si florini, se qushton Radika, ho, si që në don bili. Ja dedikonim doan Radikës. Kjo ka qenë nga parë që kemi dalë në publik. Si e pritën? Kishën mbështetës? Është prit shumë mirë. Realisht, ai ka qenë emocion që edhe sot po thoshem dridhet zëri kur e kujtoj se ne ishim fillestar, kishte një 50 herë që kisha kënuar të këngë dhe prapë vazhdoja që ta harroja nga emocionet, sa që një vajzë tha mund të rish këmbi këmbë dhe futa të fletin këtu, tha lexoja, tha se ke melon nam kur dalsh jashtë. Edhe kështu. Unë në fakt doja të di se sa e vështirë sot të mbijetojmë muzika popullore mes trendeve moderne. Realisht është bërë shumë e vështirë. Ne shohim brezin e ri që janë shumë të apasionuar, sado themi ne për shembull jemi malësorë ose vim nga malësia, prap pjesa e trendit të ri, me tonën ka shumë. Këto e reja të bën vetëm me kërcy. Kurse këngët tona transmetojnë histori, transmetojnë një tradit, transmetojnë shumë gjëra që ne, për shembull, brezi I ri nuk do t'ja di fare nga ka ardhur ose janë shprëngul herët edhe kanë harruar, për shembull edhe ka shumë njerëz që kanë lind këtu, janë rrit këtu, po ta pyes që thotë jam Tiranës, nuk e din ai për shembull se është nga Dibra ose është nga Kukës ose nga çdo vend. Po është shumë e vështirë. Do kisha dashur shumë që brezveri ta shterojë realisht, por është shumë e vështirë. Domethënë ti po mendon si të rinj të po largohen nga florë? Shumë sepse po ngatrojnë shumë gjëra këto të rit. Edhe tek pjesa sepse çdo vend çdo zonë po flasim për një malsin. Duke nisë nga Tropoja, nga Dibra, nga Kuksi, nga Hasi, çdo zonë ka veshjen e vet. Ka historinë e vet në përkang. Dhe ajo do truhet ashtu siç është. Tash po shkosh në dasëm, besoj që të ka rënë dhe ty. Po. Se jemi dhe patriot. Tash na kur kemi shkën Dibër, për shembull në Dibër kemi një veshje tone ne, që ka një kësul të rafësht. Ka të gjamadan me ca vije që kanë pas, po të shi kanë gatru, veshen ato me shqipojnë, me shqipojnë është atje. Kjo kësula me majt takon një krajinë tjetër. Kështu që i kanë gatru, shumë i kanë gatru, realisht shumë i kanë gatru dhe kjo nuk është mirë, por tash kjo ndodh nga që vinë të përmallum nga jashtë. Kur vinë të përmallumit edhe veç shkon te ajo që ka qenë disur se plet plaka, plet skemi më me i bota mund të zonës dhe veç i veshë del i ndasë baj, nuk është se me që jemi të dasmat. Cila krahin është më e përfshirë
që kërcen, që është më allegra? Shko, nuk dua që ta lavdroj Dibrën, por realisht Dibra është ndër të parat, për alegri dhe për kërcim po flasim. Janë të vetmit që shkonin vendin. E djegin. Po. Edhe këngët i kemi më të forta ne. Krajina. Shumë. Kur kënohet, nuk ka dasim që mos kënohet Herdi Pasha, nuk ka dasim që mos kënohet Rete Zeza, nuk ka dasim që mos të bëhet një alegri. Ne e kemi atë pjesë e kemi në Dibran e qaj. Edhe është shumë e bukur, është shumë emocion kur dëgjon këto këngë patriotike. Ajo është emocioni më i madh kur ne jemi me një sofër dhe na afrohen gjithë e këndojnë gjithë me ne. Ajo është emocion. Se përsa i përket legut normalat, çka ke bërë ti do ta marrësh, nuk është ta merr kush. Që jemi te leku. Sa fiton? Jo dasëm. Realisht ka lloj shumash. Te bakshishet ka lloj shumash. Mund të ketë, ka pas bakshishe që jemi afro 80 çaja. Ku ka qenë? Dasma, në Dibër, në Kukës, por të lekut janë kukësjantë realisht. Shumë. Që edhe po patjetër. Kukësjantë janë njerëz që e duan muzikën. Të gjithë mendoj se të gjithë këto të veriut e duan muzikën. Edhe sidomos kur këndohen këto këngët patriotike dalin fare nga vetja. Kjo prap ka nga do që të shkosh pjesa e Kukësit dhe e Hasit e duan më shumë se ne muzikën. Doja të dija, ka ndodhur ndonjëherë rast emocionues në një dasëm apo koncert? Patjetër, ka pas shumë raste. Unë me tregu ka shumë, po unë me tregu një, për shembull që në një ditëlindje që ishim, nuk po themi, nuk ishte dasëm, ishte ditëlindje. Edhe ishin 2 salla ngjit. Të njëra sallë po bënim ditëlindje natë, tek salla tjetër pas ka qenë dikush me një fëmijë që po bënte ditëlindjen, edhe gjatë kohës që ne po performonim vjen ai fëmia te ne. Edhe vazhdo të bë foto me qifteli, në disi me të qeshme to e pyet se unë i du shumë fëmit. Afro thot, kam dhënë ditëlindjen, do ma bësh një këngë? Nga krau tjetër del dikush prindri, babi ose dikush ishte ai dhe e merr treheqe, thashun pse po treheq thash, nuk është. Po tha, ne na kemi ditëlindjen, po ja dishin vunë vështirësi se tash edhe mundësi ekonomike varet se s'kem qenë. Edhe morëm, i them këtij kolegu, thash, u bë që bë, duhet t'i marrim sharki qifteli, dalim nga krau tjetër, me jaknu një këngë në këtij sa është. Po që apritin e kanë bërë të njerëz, a di nuk ka vlerë fare leku kur njerëzit duan të respektojnë për atë që ti bën. Si u ndjeve? Por zotin nuk ja ke ide, është emocion jashtëzakonisht i fortë. Sepse ai është një fëmijë që ne ndoshta nuk e kemi pas mundësinë për të realizuar këtë dëshirat, ama sot kur është mundësia pse mos të realizoj. Unë duhet të di si arrini ta balanconi jetën private me atë artistike, duke qenë se është dhe sezon dasma, është tani. Te kjo pjesë realisht është pak tek jeta artistike, njerëzit mund ta quajnë shumë kështu, po për mua shumë e lehtë. Se në jetën artistike ti tregon një moment me një dasëm, tregon për shembull një moment me një mbrëmje muzikore, ndërsa te jeta private është ajo që ne jemi vërtet. Aty duhet ta tregojmë veten se kush jemi në vërtet dhe sa taftë jemi nga ajo që na shohin njerëzit në ekran dhe nga ajo që jemi në jashtë. Si është një lidhjen e emigrantëve me muzikën popullore shqiptare? Emigrantët janë ato që e mbajnë realisht muzikën, akoma në kam për arsye se kur vinë ato dashe pa dashe ne duhet, edhe kur shkojmë atje realisht, kur kemi shku, por edhe këtu ato janë çështje mbi tort e çdo mbrëmje që bëhet. Kur vinë emigrantët, ato japin më shumë zjarr sepse janë të përmallum. Çfarë do lloj këngë që të këndosh me ato e dashurojnë dhe e respektojnë atë këngë ashtu siç është. A mendoni se muzika popullore e ruan identitetin kombëtar? Kjo ishte e pjesa që fol edhe më parë. Qefe kam ta ruajnë edhe këto tonë që vinë pas fëmijët ose të rit ose po janë të ngatruar gjërat shumë. Saqë edhe këngët janë të ngatruar. A dy vlen të flas ose të përfitojnë nga rasti të them që shumë këngë kanë ngatruar. Sepse ne ndihmë për shembull se jemi një karrinë e bashkë dhe i dim pak a shumë ca këngë, janë shumë këngë që janë devijuar. Kanë kalu për shembull se fshati jot, Fjalabi ose imi, përshkruan komplet historinë e vet e përshkruan me një këngë. Muzikë. Po, edhe nuk duhet devijohet ajo. Ti duhet ta kënosh ashtu siç është. Sepse filan fis kanë luftuar me serbin, ose ne që i rrim karrige. Se sa kanë luftuar gjyshrit ton për të ardhur këtu, ato e dim, për shembull, ne se kemi, inshallah nuk e përjetojmë luftën, po Fjalabi duhet të kënohet ashtu siç është.
Kush e ka fajin që i ngatron i mikson? Kë fajin e ka sepse kjo është këtu biznes. Pjesa muzikës është këtu biznes. Për shembull ne dëgjojmë të masakrosh një këngë siç është Rete Zeza, se titullin e ka na knojnë pushën e përkulla, ta kthesh, ti heqësh vargje se pse është përmend Skënderbeu, ose ti heqësh vargje se pse është thënë gjaku i Skënderbeut. Për shembull që kanë bërë këto që këndojnë, edhe unë e dua fen, e dua Zotin normal si gjithë këtë, po ti s'ke punë me këngë që është i përket një këngë. Ti je hoq, fjalabiet mund bësh ilahi, është profesion tjetër ajo. S'ke pse hyn këtej. Dhe janë shumë, i kanë ndruar shumë realisht. Është për të ardhur keq se si është katandis. Unë dua të di se cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tuaj. Momenti më i vështirë ka qenë kur në 2022 mua më vdiq babi, edhe për fat ishte dhjetor. Ishte një periudhë që unë kisha, domethënë fund viti dhe kishte goxha punë atë vit, saqë unë nduaj me patjetër që të filloja punën, edhe pse ai ndroi jetë dhe nuk dija si ta menaxhoja, se tash dikujt i kishte marrë dhe ka parë, dikush. Tash ai punë ishte në normal se ne me atë jetojmë, por falenderoj miq që dashamirës që më dhanë kurajë për të vazhduar sërish sepse jeta vazhdon. Si u përballe në dasmën e parë? Ndjeja shumë keq realisht, më duke i vetja shumë i ulur, më duke sikur këtë dynjoja ishte të bë mua kur unë filloja e përformoja këngët. Në këtë pikë ku keni qenë, kur ju vdiq babai, menduat të hiqit dorë nga muzika? Pjesë me heq dorë më nuk shumë herë realisht. Edhe për jashtë vdekjes babait, po edhe shumë raste tjera. Për mua, nuk e di, se tash leku është diçka që s'mund të ushë se du, sa është gjithë për ato punojmë ne, por për mua 3 gjëra janë thelbësore në jetë. E para, të ketë robi shëndetin, sepse po patë shëndetin i bën gjitha, arrin t'i kapi shketa. E dyta, ne kanë pas përdorur një shprehje, ta kthejmë kështu në dialekton, pafsha për tërma, po në maje mos hip shtote. Kështu që nuk du t'i vinë maje, do të rrit diku pa shkull maje, se po hip në maje do kthehesh për poshtë, seriozisht, po. Ajo është te pjesa ego, se me në madhësi, se leku që bën robi, edhe të kesh, si thënë as më di muhabetit, të kesh me hëngër me pi dhe të kesh gjërat në veti. Mos të kalosh shumë lart. Për cilën arritje ndjeni më krenar? Arritja më e madhe që do të kisha pas dëshirë, realisht do ishte nëse baba im do ishte gjallë, do të kishte pa mua ku kam arritur sot. Po të shjes është realisht prapë i them vetes faleminderit sepse jam i vetmi ose vetëm që kam marrë deri këtu ku jam, pa ndihmën askujt. Edhe e ketë merituar. Besoj që me aq sa na do publiku, besoj që e kemi merituar. Edhe publiku do ta shikojë se çfarë këngëtari je ti me performancën. Realisht na duan edhe na kanë respektuar shumë. Keni haruar ndonjëherë tekstin gjatë performancës? Pa fund. Saqë me një rast deshim të kënojmë një këngë të Jakub Ferrit, po silleshim e mbështilleshim te melodia se nuk po na binte në mend teksti se kam janis. Plus që edhe kur kemi gluaj kemi harruar me qindra herë. Por e kalojmë me qeshme, me i fusim në batut. Na kalon. Është diçka live, nuk është se çfarë ëndre artistike të ka ngelur pa realizuar deri tani? Realisht ne kemi për moshën që kam dhe për punën që kemi bërë, jam i kënaqur me veten edhe me dashamirësit që na duan, që i falenderoj për zemërsisht gjithë. Ëndra ime është vetëm të arrij me një ditë kur të shkosh në një dasëm dhe ketë publiku të kënoj këngën tënde. Ajo është ëndër. Se lekun e merr, thash lekun dhe bësh një pazar, atë pazar nuk ta alokush. Por ëndër është kur ti shkom në dasëm dhe kënojnë krejt me ty dhe din këngën tënde që ke ti. Ajo është ëndër. Për një këngëtar, flas për veti, nuk e di se sa e du njerëz të tjerë, po vetja ime këtë du. Edhe për mbyllje të bisedës, do doja një mesazh për të gjithë të rinjt që duan t'i futen muzikës popullore, të kenë një rrugtim në muzikën popullore, dhe si ta mbajnë këtë karrierë, edhe të jenë të suksesshëm. Unë shumicës do të thoja që nëse ka dikon në shtëpi që ka trashëgu, fjala bie gjyshi ose babai nëse i kalon i bie sa do pak çiftelis ose këndon popullore, ose do të thoja që gjithë ta ndjekin, sepse në ditët e sotit zotrosh një çifteli, do të thotë se ti zotron një instrument që jo shumë njerëz i bien.
Është diçka e rrallë që është çdo ditë në zhdukje. Nëse ti e zotëron do të thotë që je njëri i veçantë dhe do të punosh shumë për ta. Dhe gjithë do i thoja që ndjekeni sepse është diçka e bukur, realisht është shumë e bukur. Sado hip hop të kënojsh ti dalsh atje, jam unë, bëj unë, kthej unë. Kur del ke pjesë e qytetisë është diçka ndryshe. Na për shembull është po të shohësh das më është gjatë gjithë kohës është me muzikë të reja. Valle, thash sa po të hym në ndryshon atmosfera direkt. Veshën këtë popullore, ka lezetin e vet. Po ti që je këngëtar i popullore, dëgjon ndonjëherë muzikë hip hop? Po, patjetër. Të pëlqen? Po, normal. Edhe ne kemi ato shihet tona, po nuk po them që dalin prej, domethënë edhe ne se tash vet koha po na bën që ti sjellim këngët, ti modifikojmë pak, por jo për të bërë hip hop. Cili është artisti i zhanrit popullor që e vlerëson më shumë? Realisht janë shumë. Ja. Por ndër këto që e du si këngëtar, që e du jashtëzakonisht shumë është Pandora, që unë e kam qef shumë si këngëtare sepse ka një vokal fantastik. Pastaj janë është Doli, ka goxha këngëtarë që janë. Kurse si rap sot, unë pëlqej më shumë zonën e Kosovës, me thënë drejtën, se janë shumë më taftë se sa na. Pse? Se ato janë taftë, se për shembull momentin kur ulen në tavolinë, ato kanë përbërgjë me ta bëj qefin vetë ti thush emrin ti edhe ai ti sa i di sa ato fjalët që ti je domethënë shkon nat qefin që njeriu e pritet. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush, faleminderit edhe për stafit tuaj edhe për te, inshallah vetëm suksese. Shumë faleminderit. Do Zoti sa më lart. Po jo në maja. Pak më poshtë. Tani do doja një performancë. Me çfarë do e nisim? Tani se më një këngë nga ne Prika Vibna, më për Dibret mo. Mirë do ishte. Qartë. E cuca vesh fuston jeshile, dil në der mojt randofile. Cuca vesh fuston jeshile, dil në der mojt randofile. Dil në der të të shofa ma, qish po thue, qish po bon. Dil në der të të shofa ma, qish po thue, qish po bon. Ajde moj se jam vetë moj, ajde moj se jam vetë moj. Hajde moj se jam vetë moj, hajde moj se jam vetë moj. E cuca vesh fustan të verdh, dil në der të të shof njëherë. Sa ta shoh synin e zi, nuk e lo moj pa të marrë ty. Hajde moj se jam vetë moj, jo, hajde moj se jam vetë moj. Hajde moj se jam vetë moj, jo, hajde moj se jam vetë moj. Kjo ishte ajo na Dibës. Prapë se prapë me këngë Dibron, do shkojmë ne. E kem qenë që t'u përshëndes një herë realisht. Hajre dine pasha, o paj vjen ora di, i kësë valo ku jono këto malet e di. I bërës valo ku jono këto malet e di bërës. O valo ku jono këto malet e di, i bërës bojno ku veno, morë natë fusho të gjori. I cës bojno ku veno, morë natë fusho të gjori cës.
O në fusho Gjoricës, o mëre te o kalo, o ja hajre din poshën e ka gjeto bela, o ja hajre din poshën e ka gjeto bela, ja. O gjeto bela ja pashën si e ka gje, e te molet e dibrës morë kanë lidhoni be, e se molet e dibrës morë kanë lidhoni be se. Oj lidhun beso mërë kanë lidhot e to, o ne turkun ndibër o mos me ela, o ne turkun ndibër o mos me ela ne. O hajre din pasha ku e ke lon ushtri, i ne molet e dibrës besa mi kanë ngri, i e molet e dibrës besa mi kanë ngri. O në molet e dibrës mërë kanë me to të to, o ne jo ma pako mërë se 12.000, kanë me të një stikome e në vore os kanë hi. Tani unë doja të di se si do ishte me çifte lirë Rama Jepi Dorheqen, me që jemi dhe Do me na fund politikës. në periudhë protesta. Oh, e di Roma, o more zotëni, jebë Dorheqen o para në Shqipëni. Jo se shqiptarët mërë i ke copëtue, ma mirë hikë se sa me thardhenue. Atere, edhe një përshëndetje du ta bërë për kretë, në realisht, jo veç për ne shqiptarët e për Dibronte, për këto të Malësis, po për kretë Shqipnin ku do që ndodhen, du t'i përshëndes me një kongë si shqiptarë, si shqiptarët e Kosovës, si ku do që janë. U thret prizën e një mori Shkodër, u hajde të rrim se te kom motër, me redursin e Tiranën, se na kështu e gzojna nonën, unë Traspeje dhe Gjakov, Drenic Lape dhe Rugov, vjen Deqoni e Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjiloni e vjen Prishtina, Ferizaj edhe Glina, e kshu kalos bo shku do të rrina. Kur të vini o mos harroni, edhe krujen du t'aftoni, qoni lajmë në Gjirokastër, te Pelene Malakostër, has mirë ditë kuksin me thirë, thirë Korçën me rethin, Trasetovën e Gostivarin, Trasulqinin e Tivarin, Bujanov si e vjen Presheva, Suhareka e Malisheva, e ton kolloku e Podujeva. Kom thirë plavë, kom thirë guci,
o të grude dhe malsi, kam thirë dibrën, ohrin strugën, merë malezhën edhe pukën, vjen qamëria e vjen Janina, lumt natë lumës bashku do të rina, manastiri ka që fjallë, gjithsesi unë ka me ardhë, gjithsesi unë ka me ardhë, se për korçmollim ka morë, por një besëm ka thonë e ki, do kurte ju do të vi. Kur të vini o dorë për dorë, mos harroni e shkoni në Vlorë, qomja Vlorës një porosi, ojmë flamurën leta mbajmë në gji, të gjithë vllazën edhe motra, janë i këtu po ju thret votra, një kunor s'bashkë ta qëndisim, oj flamurë pa ju ta ngrisim, le dëgjoj sot bota mbar. Këshuris bashko, aje populli o shqiptajare. Të falenderoj shumë, të falenderoj për këtë energji të mirë që na dhe dhe për këtë atmosferë super të këndshme. Do t'i përshëndesim edhe Jugort apo ta mbyllim? Po edhe Jugun se e bëm veri fare. Që moj bellë hol, ja bon me sy, ja bon me dor. Tu më në kuqe, moj bellë hol, ja bon me sy, ja bon me dor. Ja bon me sy, ja bon me dor, ka dalë vajza në obor. Ja bon me sy, ja bon me dor, ka dalë vajza në obor. Kam shtëpin moj me dërasa, dil moj kaleshe se plasa. Kam shtëpin moj me dërasa, dil moj kaleshe se plasa. Dil moj dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Dil moj dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të bilin në sy. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të bilin në sy. Ngrije kokën lartë moj se më do gjimali, vinte gusha jote moj arom portokalli. Ngrije kokën lartë moj se më do gjimali, vinte gusha jote moj arom portokalli. Shumë faleminderit. Faleminderit për ju.